Pushimet verore shpeshherë për gjithë neve janë sinonim i relaksit dhe kohës së lirë, por vera gjithashtu ka periudha ideale për t'ju kthyer pastaj edhe librit, meqense jemi ndoshta edhe më të lirë dhe duhet të gjejmë atë kohën magjike për të lexuar dhe për t'u frymëzuar nga gjithçka. Sigurisht që tani më me pushimet verore të fëmijëve, edhe ne prindrit duhet të jemi të angazhuar për të gjetur ato tituj më të mirë për fëmijët tanë, pavarësisht moshave të ndryshme. Bibliotekat janë ato që duhet të vizitojmë dhe që të na sugjerojmë për tituj të ndryshëm. Në këtë rast, ne sot do flasim me njërën nga Biblioteka e Tetovës, përfaqësuese, zonja Gjyltena Ajruli, e cila do na jep titujt e rekomanduar për këtë verë, për disa gjenerata të ndryshme, gjithashtu do flasim edhe për aktivitetet që realizohen në Bibliotekën e Tetovës për gjatë muajve të verës. Përshëndetje, zonja Gjyltene, dhe faleminderit që je sot bashkë me ne. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi. Është shumë kënaqësi që të kemi për herë të parë, edhe pse ne kemi pas tema të ndryshme për Bibliotekën e Tetovës, edhe me drejtorin shpesh në studio, por tani për këtë temë ishte koha ideale ndoshta që t'ju ftojmë dhe mos ta zgjasim më shumë, që të na kap ajo temperatura shumë e lartë pastaj edhe mos të na shkoj pastaj shumë menja tek libri, por tani është momenti ideal ndoshta edhe ajo koha e artë për ta trajtuar këtë temë. Si e kemi Bibliotekën e Tetovës aktualisht dhe se sa ka interesim nga qytetarët për ta vizituar? Atëherë, them që është mirë që pikërisht tani në këtë periudhë fillim vere, në një farë mënyre të bëjmë sugjerime dhe të ofrojmë mënyra të ndryshme apo deri tek lexuesit tituj që duhet t'i lexojnë. Sigurisht që edhe Biblioteka e Tetovës është e hapur, është një hapësirë e vogël, po me qindra mira libra, tituj mjaft interesant, aktual, që do mundohem për gjatë këtyre minutave, apo edhe t'i rekomandoj deri tek shikuesit tuaj. Sigurisht që ashtu si që thatë edhe ju në fillim, vera është koha ideale të themi, kur përderisa gjatë gjithë vitit, apo jemi të angazhuar me angazhime shkollore, profesionale, pastaj edhe familjare, them që fillimi i pushimeve është momenti kur të gjithë ne në një farë mënyre ngadalsojmë ritmin, apo? E ngadalsojmë dhe na shkon më shumë mendja te librat pastaj. Atëherë pse mos të shfrytëzohet edhe kjo kohë e lirë apo për të lexuar. Sigurisht që ne si bibliotekistë gjatë gjithë kohës rekomandojmë tituj të ndryshëm, thrasim, bëjmë një thirrje, domethënë të konstante deri tek lexuesit që të jenë më afër librit dhe japim sigurisht sugjerime të shumta dhe milione arsye pse duhet të lexojnë, apo. Them mirë është të nisim prej kategorisë së fëmijëve, janë do të thotë mosha të ndryshme, biblioteka është i furnizuar me materiale të ndryshme, duke filluar nga ata parashkollor, pastaj për nxënës të shkollave fillore, të mesme, e kështu me radhë. Mirë është të nisim do të thotë me sugjerime për fëmijët tanë. Me qënë se sana kanë varuar me shkollën. Tani duhet, po, është momenti kur gjatë pushimeve verore, ne si prindër, apo të punojmë më tepër me fëmijët që ata në një farë mënyre mos ta çojnë dëm këtë pushim veror. Sigurisht që përmes librit apo të zgjojmë imagjinatën e fëmijëve, të ngjallim kurrëshin, të zhysim në atë botën e mrekullueshme që i ofron libri. Jo vetëm Biblioteka e Tetovës, tani të mos të bëhemi shumë subjektiv, por edhe libraritë shkollore, gjithandej që janë, apo ata që po na ndjekin, mund të furnizohen me materiale të mrekullueshme. Tani fatmirësisht në gjuhën shqipe kemi përkthime të ndryshme, apo derisa në një kohë më të largët ne kemi dëgjuar pralla vetëm nga gjyshet tona, por tani ato pralla apo edhe nga autor bashku mendoj klasikët të përkthyer, apo botëror të njohur janë të përkthyera edhe në gjuhën shqipe dhe them që pikërisht për moshat 6 deri 11 vjeç do kisha rekomanduar klasikët për fëmijë që janë të përkthyera, por edhe në të njëjtën kohë janë ca ilustrime të cilat ngjallin më shumë kurreshtja. Ashtu. Kështu që duke filluar për shembull nga Pinoku, Pipi Çorapgjata ose
ku ta di unë, Zemër, për shembull, Princi i vogël, them që këto janë vepra që duhet patjetër, me patjetër çdo prind t'ua sugjeroj edhe të insistoj në një farë mënyre, pse jo të mos i lexojnë edhe bashkë me prindrit. Për arsye se unë shpesh edhe lexuesve tanë që janë më të rritur apo prindërve që vinë, them është një kënaqësi kur bashkërisht lexohet një qoftë edhe lektyrë shkollore dhe pastaj ai komunikim, ajo bashkëbisedë me fëmijën, shpesh bëhemi fëmijë. Ta themi kështu. Ashtu. Në fakt, letërsia për fëmijë është mjaft e pasur. Do thotë edhe ne të rriturit mund të mësojmë shumë. Mund të krijojmë edhe empati, mund të krijojmë atë shpirt ngurtësinë, të them që na ka që na ka kapluar, mund ta përmes literaturës, librave për fëmijë, edhe ne mund të kënaqemi. Mjafton ajo periudhë që të kyçemi në botën e fëmijëve, duke ju larguar edhe jetës dinamike të përditshme. Është për shembull Ana Flokëkuqja, Fjala i bie. Përse rekomandojmë ne si libër ta lexojnë të fëmijët? Për arsye se përmes një personazhi të mrekullueshëm, Ana një jetime apo që rastësisht, domethënë hynë në një familje, krejt rastësisht, por që në fillim e pranuar shumë me skepticizëm, por që pastaj me shpirt mirësinë e saj, me dashurinë që shfaq, ajo ndryshon jo vetëm familjen, por edhe njerëzit përreth. Në një farë mënyrë përmes këtij libri, për shembull, fëmijët do të marrin atë pozitivitetin, mesazhin që përcjell libri, apo do të thotë se pikërisht dashuria është ajo, mirësjellja që sjell harmoni jo vetëm në rrethin më të ngushtë familjar, por edhe më gjerë. Jam pastaj për moshat pak më të rritur, për të rinj, të them që akoma nuk janë në shkollë të mesme, kemi libra njësoj të mrekullueshëm në bibliotekën e Tetovës. Fjala i bie mbasi jemi edhe në stinën e verës, vera ime pa të dashur. Do thotë, këtu kemi një ngjarje mjaft interesante, do t'ua kisha rekomanduar. Cilave mosha? Atëherë nga mosha 11 deri në 15 vjeç, po mund ta lexojnë edhe të rriturit. Pse jo? Ata që janë në pubertet më shumë. Përmes personazhit kryesor është kjo një mësuese, do thotë që ka kriza në martesë, pastaj kthehet në familje, në qytetin e lindjes, por që aty miqt, familjarët të afërmit ja mundësojnë që të t'i kalojë atë situatë të vështirë. E gjithë ngjarja zhvillohet edhe përmes humorit, përmes do thot për shkrimeve të jashtëzakonshme të autorit, kështu që pse mos ta lexojnë edhe më të rriturit, po edhe të rinjt. Vazhdojmë pastaj për më të rriturit. Them që të rekomandosh një libër është edhe ca e vështirë. Është e vështirë, sepse shijet janë të ndryshme dhe relevante. Pikërisht. Atëherë si nga përvoja ime profesionale, them që jo vetëm që kemi kategori të ndryshme lexuesish, por edhe nga një kategori e saktuar, shijet nuk janë të njëjta. Për veten time, bile këtu në studio kam sjell 2 libra, mua më pëlqejnë romanet historike. Do thotë që kanë një bazë, do thotë në gjithmonë dashurinë, apo tema e dashurisë, ajo që i shtyn, që na detyron të lexojmë deri në fund një libër, po me një sfond historik, me ngjarje historike që tregojnë një realitet të caktuar në një kohë të caktuar. Mua zakonisht më pëlqejnë këto libra dhe jam ajo që të gjithë lexuesve pastaj u rekomandoj, por nuk do të thotë që jo të gjithë i pëlqejnë këta. Mund të jenë të pëlqyera nga gjithë. Sigurisht. Kemi për shembull libra thriller, janë libra thriller psikologjik që të mbajnë ngërthyer deri në momentin e fundit. Do i kisha përmend këtu Prapa dyerve të mbyllura ose Shërbetorja, është një seri e autores McFadden, e cila unë do t'ua kisha preferuar veçanërisht atyre që pëlqejnë romanet psikologjike, të përziera me elemente thrilleri, sepse pikërisht këto romane të mbajnë ngërthyer deri në momentin e fundit. Në asnjë moment nuk je i sigurt
do të thotë për një personazh të caktuar, ndryshojmë personazhet gjatë gjithë kohës, përderisa për një moment janë të jashtëzakonshme. Shumë themojnë jashtëzakonisht shumë, e në ato libra humbesh krejtësisht. Do t'ua kisha preferuar pikërisht këto libra, patjetër t'i lexoni, janë një seri, do të thotë Shërbetoria vëzhgon, e kështu me radhë, do të thotë se secila është në mënyrë mjeshtërore, vërtet autorja nxjerr në pah nga jashtë, neve na duken gjërat ideale, apo nga jashtë një çift flita që është ideal, por që në fakt prapa dyerve të asaj familjeje fshihen sekrete të shumta, ose nga ana tjetër kur ne gjithmonë nisemi me paragjykime, do të thotë për një person që e shohim si të përkryer, në fakt ai mund të jetë në esencë problematiku i gjithë situatës. Them që edhe këto libra patjetër të lexohen, tani do të rikthehem autores këtu që e kam sjell, Paulina Simons, është një autore që në fakt ka jetuar në Leningrad, Stalingrad dhe Itan, dhe pastaj e shpërngulur në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, që nga viti 2004, më duket, 2014, është një seri i librave të saj, janë të jashtëzakonshëm, pse jo, edhe libra veror t'i quaj, duke nisur nga Kalorsi i Bronzt, Tatjana dhe Aleksandri, duke përfunduar në Kopshtin Veror. Së fundmi, autorja na sjell Fëmijët e Lirisë, po ashtu një roman do të thotë dashurie, por me një sfond historik, me ngjarje historike të jashtëzakonshme që vërtet të mbajnë mbërthyer deri në momentin e fundit. Ajo që dua të them është se sigurisht që nuk mungojnë. Zakonisht ne gjatë stinës së verës kërkojmë libra të lehta, libra për në plazh, libra që mund t'i marrim me vete. Dhe që nuk kërkojnë shumë koncentrim. Ashtu, që nuk kërkojnë për arsye se edhe ritmi i trupit, trurit bie, gjatë temperaturave të larta, por megjithatë është interesante se ka kategori lexuesish që pikërisht të verën e kanë kohën ideale për t'u zhytur në një literaturë më të rëndë. Fjala i bie, kemi shumë kërkues që kërkojnë Dostojevskin ose Marcel Proustin. Ishte e habishme kur para sa ditësh një lexues kërkoi, domethënë në kërkim të së vërtetës, Marcel Proustin. Nga ana jon, domethënë i tregu, është e pamundur që tani do të thotë në kohë relaksi kur të gjithë duam ne apo të relaksohemi, përse pikërisht Marcel Proustin, përgjigjja e tij ishte befasuese, do të thotë tani kam kohën ideale, më të mundshme të lirë për të përthithur apo për të analizuar një vepër filozofike apo edhe psikologjike e kështu me radhë. Kështu që librat janë të mrekullueshëm. Ne zakonisht e kemi edhe deformim profesional. Po, pra 29 vite ju kemi në bibliotekë. Ja ju të na sugjeroni ja kush më. Ashtu. Unë shpesh jam fanatike edhe literaturës për në gjuhën shqipe. Pse jo? Të mos lexojmë edhe autorët tanë. Ne kemi libra të mrekullueshëm apo të autorëve tanë. Është për shembull mjaft aktuale Nasilera të marrim si shembull, një autor bashkëkohor apo i letërsisë shqipe, ku përmes librit të gjithë premtojnë Parisin, një titull sa është simbolik, aq edhe vepra është simbolike. Është një gjuhë e thjeshtë, e lehtë, e kapshme dhe e jashtëzakonshme që çdo lexues mund ta përthithë dhe mund ta kuptojë. Ngjarjet zhvillohen do të thotë në Shqipëri, në Tiranë, në vendet ku ne tani i kemi të vizituara apo do të thotë Parisin, autori e merr si apo ne e kemi si simbol të shpresës, të dashurisë, si simbol të një jete më të mirë, por që nga ana tjetër, pikërisht ky Paris kërkon shumë sakrifica apo për të arritur në Parisin e ëndrave. Unë edhe këtë si libër do t'ua rekomandoja lexuesve, mendoj atë të gjithë ata që jo vetëm lexuesve tanë, por për të gjithë teleshikuesit apo, kudo që kanë bibliotekat të afërta, po edhe librari, le të vizitojnë, le të marrin, le të fuazohen, le të furnizohen me një kosto shumë e ulët, po për të udhëtuar gjithandej. Kështu që janë, nuk e di tani, titujt janë të ndryshëm.
Për gjithë të tituj që na përmende deri më tani zonja Gjultene, ka biblioteka e Tetovës kopje të mjaftueshme, për shembull nëse këtë libër të fundit për Parisën që përmendet duan ta marrin 2-3 persona, ka Sigurisht. Është e rëndësishme pastaj. Sigurisht, ne kemi atë, do me thënë, problematik tonë që gjithandej edhe kemi përmendur, edhe stërpërmendur, apo mungesa e hapësirës, megjithatë përsëri maksimumi i huazimit, i furnizimit të një titulli është 2 deri në 3 kopje. Kështu që tani përmes platformës Kobis, lexuesit mund edhe të bëjnë rezervimin, nëse në ndërkohë është libri veç i huazuar, ndërsa ai don të jeti i sigurt që në kthimin e radhës ta ketë librin për vete, mund ta sigurojë paraprakisht, platforme, po ta bëj rezervimin dhe në një farë mënyrë ta siguroj për pjesën tjetër kur do të huazoj libra. Kështu që biblioteka posedon me librat e jashtëzakonshëm. Ne gjithashtu kolegët që punojnë në sektorin e katalogjizimit, gjatë gjithë kohës do të thotë çdo titull i ri që regjistrohet në bibliotekën tonë, në të njëjtën kohë edhe bëhet një farë sugjerimi apo reklamimi të them në webfaqen tonë, në rrjetet sociale, Facebook, Instagram e kështu me radhë, me qëllim që lexuesit të jenë të informuar, do të thotë me materiale që i kemi në dispozicion. Po për aktivitetet, sepse dua të ndalem, nuk dua ta përmbyll pa përmendur edhe aktivitetet e bibliotekës së Tetovës. Unë e di që është e stërbushur me shumë aktivitete për gjatë gjithë vitit, por në stilin e verës, çka keni të planifikuar? Atëherë, si thatë edhe ju, Biblioteka e Tetovës gjatë gjithë vitit, do me thënë në plan programin e saj, ka aktivitete të ndryshme, sigurisht duke i përfaqësuar të gjitha grup moshe, duke filluar nga ata të çerdhes, biles, parashkollor, të nxënësit e shkollave të mesme, fillore, pastaj me më të rriturit, me pensionistët kemi pas edhe shumë aktivitete, do me thënë duke organizuar punëtori të ndryshme, duke organizuar gara, konkurse letrare, panele diskutimi e kështu me radhë. Sigurisht që edhe pjesa e, do me thënë, e pushimeve verore nuk kalon pas një aktivitet tek neve, tani së shpejt pak para disa kohësh do të thotë me 1 qershor, në një farë mënyre realizuam një projekt mjaft interesant për ditën e fëmijëve, sigurisht, por tani që në vazhdim dhe më afër e kemi verën kulturore. Vera kulturore ishte vitin e kaluar për herë të parë, e realizuam me mjetet tona financiare, për arsye se nuk kishim planifikuar paraprakisht në Ministrinë për Kulturë, si vjes sigurisht që Ministria e Kulturës në ka lëshuar një fond të caktuar dhe domosdoshmërisht do ta realizojmë. Të them një spektakël mjaft interesant që realizohet do të thënë afërsisht 24 koriku, atë periudhë kohore në pikun e sezonit kur ju vinë edhe mërgjimtarët. Komuna e Tetovës zakonisht gjatë sezonit veror, do me thënë për çdo ditë ka realizon aktivitete të ndryshme dhe ne vitin e kaluar arritëm të kyçemi, do me thënë në atë plan programin e tyre, kështu që e pa të arsyeshme që duhet edhe këtë vit. Edhe biblioteka me ato mundësi që i kemi, në atë kopës që i kemi përpara, po një hapësirë e vogël, po e mrekullueshme, sigurisht që përmes poezisë, përmes humorit, përmes muzikës, u realizua një spektakël i jashtëzakonshëm dhe besoj që edhe këtë vit do të jetë akoma më mirë, nga që kemi përvojë nga viti i kaluar dhe sigurisht që tani besoj do ta realizojmë edhe më bukur. Pastaj në vazhdimsi të verës, jemi në përgatitje e sipër të një konferencë ndërkombëtare që më duhet ta potencoj patjetër që për herë të parë, do me thënë, pjesën e Maqedonisë Perëndimore ose Biblioteka Shqiptare organizojnë konferencë ndërkombëtare. Ju ndoshta keni njohuri se apo në biblioteka të shumta në Maqedoni, këto konferenca tani më janë traditë. Sigurisht që kjo do të na kushtoj më tepër kohë dhe gjatë sezonit veror, një ekipi punues, ekipi koordinues të them i këtij projekti madhor, do të jetë gjatë gjithë kohës në punë dhe në vazhdimsi për të realizuar apo ato
detyra që i kemi, për të mbajtur pastaj në tetor. Jeni të gatshëm për këtë projekt madhor, me qenë se po realizohet për herë të parë? Është herë e parë. Është sfiduese dhe sigurisht që është mjaft sfiduese, po megjithatë më duhet ta përmend që ne jemi një ekip i mrekullueshëm aty, që gjitha bibliotekat edhe në Maqedoni, po edhe më gjerë na kanë lakmi për arsye se bashkëpunojmë me njëri tjetrin, jemi bashkëpunues, asgjë nuk mund të bëhet vetë, apo? Ne kemi mësuar edhe nga librat, pastaj se gjithmonë ajo empatia, bashkëpunimi, dashuria, apo të përcjellësh në rrethin ku punon, ku jeton, sjell vetëm pozitivitet dhe rezultate të mira, apo të kënaqshme. Them që është një projekt mjaft sfidues, që kërkon punë shumë, por megjithatë besoj që do ja dalim mban. Besoj që po. Dhe urojmë që pastaj edhe ju ta keni tradicionalisht më këtë projekt. Ta vazhdoni edhe vitet e tjera. Patjetër, ne bile edhe si vjet, zakonisht në tani deri më 30 qershor, përgatiten apo planet apo projektet për vitin e ardhshëm. Sigurisht që edhe pse jemi në rrjedh, domethënë të këtij projekti edhe akoma të parealizuar dhe nuk i dim se cilat do të jenë rezultatet, por unë nuk dyshoj që do të jenë rezultatet pozitive, për arsye se shpalljen e kemi bërë vetëm para pak ditësh, ndërsa me punime shkencore vetëm tani më kanë filluar të paraqiten, domethënë nga biblioteka jo vetëm në Maqedoni, por edhe jashtë saj, Shqipëria, Kosova, Presheva, Bullgaria e kështu me radhë. Kështu që kemi konkuruar edhe këtë vit dhe besoj që vitin e ardhshëm sigurisht do ta kemi më lehtë, për arsye se do kemi një background, një përvojë apo nga ky vit që po e kalojmë. Nga kjo përvojë që do e keni, unë publikisht e them që do mundohemi që t'ju vim nga afër t'ju shohim dhe ta ndjem edhe në atë empatinë dhe atë sukses tuajën që mund të na shënoni në këtë konferencë ndërkombëtare. Është mirë kur punohet vazhdimisht, kur është një ekip e mrekullueshme pastaj për të reflektuar edhe deri tek gjithë ata që vizitojnë bibliotekën dhe gjithë ata që ju njohin nga afër dhe që e dinë më që tani në bibliotekën e Tetovës ka emra të cilët vazhdimisht japin sugjerime për libra. Faleminderit. Patjetër që do t'ju bëjmë ftesë speciale, sepse jeni ju që gjithmonë jeni afër nesh, më thënë të gjitha situatat, jo vetëm festat, por edhe problemet që i kemi pasur, është programi juaj që i ka nxjerrë në pa dhe i ka, unë them që pse mos edhe ky emision mund të jetë një nxitje apo një nxitje për të marrë një titull dikush, ashtu për që ata që përgatiten për pushime, pse mos në bagazhin e tyre të fusin edhe një libër apo për ta lexuar në çadër apo në mal apo qoftë edhe në kopshtin e shtëpisë apo në qetësinë e familjes. Kështu që patjetër që do t'ju ftojmë dhe besoj që do t'jetë një projekt i suksesshëm. Me shumë knatësi do të vi. Zonja Gjyltene, me qenë se nuk na premton më koha, ne jemi në minutën e fundit të programit, ku duhet ta përmbyllim, mund të falenderoj jashtëzakonisht shumë që bëre pjesë e programit tonë në mëngjesit. Ishte shumë knatësi që t'ju njoh nga afër, unë kam dëgjuar për juve, por që nuk ju kam pas në emision deri më tani, me këtë energji kaq pozitive dhe me të gjitha këto sugjerime që na dhat për gjitha këto libra, të paktën ka disa ndoshta që i kanë ngel në mendje ndonjëri nga këto historitë e librave që përmende deri më tani. Unë uroj që ta vizitojnë sa më shumë bibliotekën e Tetovës dhe jemi të lumtur që e kemi. Neve na mungon në Shkup një librari apo një bibliotekë shqip, për fat të keq. Urojmë që ta kemi edhe ne së shpejti, edhe pse nga informacionet që i kemi do e kemi të paktën një librari në Qarshinë e vjetër. Urojmë që të shtohet interesimi dhe kultura e leximit pastaj edhe tek gjithë qytetarët. Faleminderit shumë, vërtet ishte kënaqësi edhe për mua të jem pjesë e emisionit. Them të flasësh për librin duhet kohë shumë e gjatë, apo? Janë problematika tjera, pastaj që harrova ti përmend edhe lektyra shkollore që i lexojnë tani nxënësit, gjë që është një temë më vete që mbase në ndonjë format tjetër, në një emision tjetër, do të kemi edhe me njerëz adekuat për të biseduar, për të rishqyrtuar temën, titujt e lektyrave shkollore që duhet t'i lexojnë fëmijët. Kështu që unë përsëri apeloj te këtë gjithë, le të lexojnë me tepër, për arsye se thash edhe në fillim, libri është një biletë e lirë me një kosto jashtëzakonisht të ulët, por që të mundëson të udhëtosh në botë. Shumë e vërtet. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Ditë të mbarë për juve dhe punë të mbarë në bibliotekë. Faleminderit.